Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Tashmë do takohemi për të komentuar një nga personazhet që në fakt gjithmonë mban bërthyer për ekrani publikun shqiptar dhe gjithmonë na sjellën momente shumë interesante. Do të ndaloj tek Arbana Osmani, një nga emrat në fakt më të dashur edhe më të kërkuar të tregut mediatik. Arbana Osmani, nga investigime që ne kemi bërë, ndodhet në Koren e Jugut. Arbana ka ikur në Kore për një vizit, por ndoshta edhe për të bërë një rrugtim të bukur mediatik. Veshja që Arbana ka publikuar në rrjetet sociale është një veshje tradicionale e Koresë së Jugut që nënkupton që banas mund të ketë një lëvizje jo të thjeshtë në këtë vend. Domethënë mund të ndodhë që Arbana ka ikur në Kore edhe ndoshta për të bërë ndonjë regjistrim apo për të sjellur diçka në emisionin e saj, duke bërë një ndërlidhje mes Koresë edhe Shqipërisë, ndoshta edhe në biznesin banas. Publiku menjëherë ka marrë kurreshtjen dhe ka filluar që të hamencoj se çfarë po ndodh me Arbanën. Kjo veshje dhe kjo lëvizje e Arbana Osmanit është mirëpritur jashtëzakonisht bukur tek publiku. Komentet kanë qenë pothuajse të gjitha pozitive, duke i shkruar Arbanës që kjo është një nga veshjet që të shkon më së shumti. Arbana vërtet duket shumë dinjitoze në këtë veshje dhe mendoj që edhe vetë njerëzit e Koresë së Jugut e kanë pritur dhe e kanë duartrokitur Arbanën me shumë dashuri, sepse atje pothuajse të gjithë fytyrat janë të njëjta dhe Arbana pak më ndryshe e ka bërë që të jetë pak më e veçantë. Duke që uji që lëviz, me patjetër që ka gjë prej tij dhe në këtë rast domethënë Arbana që lëviz, me patjetër që na surprizon dhe na bën që ne të ndjehemi të veçantë. Unë ju uroj të gjitha të mirat Arbanës, ju uroj të gjitha sukseset, shpresoj me zemër që të na sjell emisione të bukura, të na sjell veçanti. Mua më pëlqejnë njerëzit të cilët të bëjnë lëvizje të tilla dhe që mbajnë për vete të gjitha audiencën, por gjithsesi domethënë Arbana ndjehet e bekuar dhe ndjehet e kënaqur. Çfarë mendoni ju, domethënë, çfarë mund ta ketë lidhur Arbanën që ka marrë përsipër që të udhëtoj drejt Koresë së Jugut dhe të na sjell këtë veshje? Mos vallë është duke bërë ndonjë intervistë apo është duke ndërlidhur diçka të madhe për biznesin e saj?